Një fëmijë që është me disleksi, a mundet me qenë fëmijë arritur në jetë? Shumë mirë e the që kjo është pyetja e mos themi gjithë prindve që ndoshta edhe na shikojnë, po edhe rastet e mia dhe kolegeve dhe në përgjithësi, domethënë është pyetja e secilit prind, që çka ky fëmijë në të ardhmen. Edhe realisht është, nëse flasim për disleksia kisha desht me cek edhe pse është thonë e stërthonë që është një problem neurozhvillimor, një vështirësi neurozhvillimore që prek pjesën e të lexuarit, të shkruarit, pjesës fonologjike, por nuk e prek pjesën e inteligjencës. Pra, nuk mundemi me diagnostifiku një fëmijë me disleksi nëse ai fëmijë, ai fjon e ka ndër moshën e tij. Një fëmijë me disleksi mundet me qenë me inteligjencë në të njëjtën kohë. Po, duhet me qenë, nuk mundemi me thonë është disleksik, ose është disgrafik, ose është diskalkuli, momentin që inteligjenca është më poshtë, për shkak se atëherë hym te vështirësitë intelektuale. Inteligjenca duhet me qenë nivel, edhe ka raste kur inteligjenca është edhe mbi normën, domethënë e caktuar, mundet me pas inteligjencë shumë të lartë personi, por me pas disleksi. Pra nuk lidhet me kapacitetin e tij. Ai fëmijë mundet me qenë shumë kreativ, mundet me qenë një fëmijë shumë i artikuluar. Nëse ka disleksi mundet me qenë shumë i mirë në matematikë, shumë i mirë në vizatim, shumë i mirë në bashkëpunësim. Einsteini ka qenë me disleksi nëse nuk gaboj. Urdhë? Einsteini ka qenë me disleksi nëse nuk gaboj dhe shumë piktor dhe njerëz të mëdhej kanë qenë të prekur nga disleksia. Ka shumë persona që, po mendoj, ka edhe profesionistë shëndetit mendor që kanë pas vështirësi në të nxënë, sepse kjo nuk e kufizon ato çka fëmia mundet me qenë. Dhe unë gjithmonë e them jo vetëm për disleksin, qoftë edhe për ADHD-n, autizmin, cilën do diagnozë tjetër, që ai fëmijë është duke e mbajtur mbi supet e tij, ai fëmijë nuk është diagnoza e tij, është përtej diagnozës, sepse nëse kish qenë që me marrë një diagnozë dhe me punu me diagnozën e tij, atëherë na çu shpytet ti për ato teknika, ti kishin pas disa teknika të gatshme dhe i kishin bërë me secilin fëmijë, po nuk funksionon kështu. Është përtej kësaj sepse njeriu është shumë kompleks, karakteret janë ndryshme, faktorët rrethues të atij fëmijës, familja, vetë natyra e fëmijës, mënyra se si sillen tjerët me atë fëmijë, janë komplet të ndryshme dhe ty si psikolog, si logoped, si çfarë do lloj profesioni që i keni aspektin e shëndetit mendor, ta krijoj një lloj sfide, për shkak thash më herët psikologjia është edhe art edhe shkencë, për shkak se ti e ke backgroundin tënd akademik apo shkencor, por asnjëherë nuk mundesh me thonë se kjo që më ka funksionuar me një fëmijë funksionon edhe me tjetrin, për shkak se unë i di këto. Jo, përkundrazi, çdo fëmijë sfidon në mënyra të ndryshme, po edhe duhemi mi pa fëmijët përtej diagnozës, edhe po një fëmijë me disleksi mundet mu bo një fëmijë shumë i zotë në jetë, me vazhdu jetën e tij në mënyrë shumë funksionale, por çka mundet me bo këtë fëmijë me ustep është abuzimi emocional që mundet mi u bo.